Allahun xhalla shanuhu, krijuesin, furnizuesin, udhëzuesin dhe mbrojtësin ton. Salatet dhe selamet, përshëndetet, duat, lutjet tona më të mira, jem për më të mirin, më zgjedhurin, zotnijun e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastër, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastët Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, në ligjëratat tona të kaluara ku folëm për botën e gjinëve, për atë se si ndahen gjinët në të mirë dhe në të këqij, në besimtar dhe pa besimtar, kemi theksu edhe atë se pa besimtarët e gjinëve janë shejtana, të cilët vazhdimisht shqyrtojnë me i bë keq njeriut në këtë apo në atë formë. Dhe Allahu Teala na ka treguar se të këqijt e njerëzve dhe të këqijt e gjinëve bashkëpunojnë dhe janë dostën dhe me vetë. Dhe ka thonë, pa besimtarët janë aulia, ba'duhum aulia ba'd. Ata janë dashamir, dostlar, miq me njëri tjetër. Qoftë njerëzit kafira, qoftë gjin kafira, apo qoftë bashkëpunimi mes njerëzve edhe gjinëve kafira, ata janë dost me njëri tjetrin dhe vazhdimisht e ndihmojnë njëri tjetrin në armiqësi ndaj besimtarëve. Dhe këtë armiqësi e shohim shumë prezente edhe në jetën tonë të përditshme, kur i shohim pa besimtarë se si u vërsulen besimtarëve, dhe ky sunnet vazhdon me 10.000 vjet. Kjo traditë, kjo mënyrë e armiqësimit vazhdon me 10.000 vjet, prej kohës kur shejtani u armiqësu me Ademin alayhis salam dhe pasardhësit e tij, dostat e tij u miqësuan me ta. Ata vazhduan armiqësimin ndaj gjithë pasuesve të fjalës Allahut Teala dhe dërguarve të Allahut Teala. Dhe ky bashkëpunim është i ndërsjellët. Shejtanat e gjinëve bashkëpunojnë me shejtanët e njerëzve për me u bë dëm muslimanëve, besimtarëve, njerëzve që janë të lidhur me Zotin e tyre, apo së paku nuk janë pasues të rrugës së tyre, dhe në këtë apo në atë mënyrë mundohen gjithmonë ti devijojnë prej rrugës së drejtë dhe ti qesin prej binarëve të rrugës së tyre drejt Allahut Teala. Edhe më parë kem thonë, kërkoj ndjes për zonën, edhe më parë kem thonë se kogja janë të suksesshëm në këtë armiqësim të tyre që ja bëjnë muslimanëve. Sidomos të ma parasysh edhe gjendjen e muslimanëve të sodit, të cilët me emën janë musliman, por në praktikë shet që është shumë larg pasimit të rrugës Allahut Teala, atëherë e shohim se mundësia e tyre për me ndiku të njerëzit, të muslimanët të dobët është shumë më e madhe. Dhe këtë bashkëpunim ata e kanë edhe në një sferë tjetër që quhet sfera e magjisë së zezë ose sihirit, që ata bashkëpunojnë dhe me vete dhe i bëjnë sihire njerëzve dhe mundohen me këtë bashkëpunim gjin njeri, shejtan për gjinëve, shejtan për njerëzve, dy shejtan të dy krijesave të Allahut Teala mundohen me bashkëpunu edhe me dëmtu njerin. Ne dhe shohim shpesh herë të ketë ndarje të bashkëshortëve ku burrat dhe gratë ndahen dhe me vete, të ketë armiqësim mes evladëve dhe prindërve të tyre, prindërve dhe evladëve, vëllezërve dhe medveti, vëllezërve dhe motrave, motrave dhe medveti, apo edhe në përgjithësi muslimanëve ndërmjet veti. Dhe këtë botë të shejtanëve, shejtanët e njerëzve kohëve të fundit nëpërmjet filmave të ndryshëm, qoftë Hollywoodit apo filmave të tjerë, po mundohen
me e bo kulturën e friksimit të njerëzve, prandaj edhe shohim vitet e fundit filma të shumta sikur Harry Potter me sihirbase, sikur filma horror të ndryshëm, sikur jashtëtoksor, bile këto ditë për shoqëjnë e herën internet që për dalin edhe këto figurat në formatin 3D në për rrugë të dalë të dasht mi friksu njerëzit, ata këtë botë nuk e kanë imagjinare, këtë botë ata e shohin në ëndra. Prandaj kam përsëritur edhe më herët që mas më tonët, njerëz që më nuk din me bo filma horror janë muslimanë, se nuk i shohin në ëndër që ata që shohin ata ne. Prandaj ata janë të profesionalizuar me bo filma horror, se natë për natë i kanë ata dostart, edhe i shohin edhe thjesht ai çashe natën e qetë ditën në mejdan gjësa muslimanët, elhamdulillah, Allah i ka rujt edhe nuk shohin gjana tilla përveç se kur i marrin filmat e tyre të shejtanëve me këshyrë edhe shohin shejtan masana. A çështu po doka apo kështu po trishtojka. Dhe ata këtë bashkëpunim, po them, edhe gjend shejtana, edhe shejtant njerëz janë të shkëmby për vojat e tyre, edhe të ndihmu njëni tjetërin të dasht me i friksu njerëzit. Mirë po, Allahu Teala na ka tregu metoda të mbrojtjes prej tyne, dhe sot e inshallah tema jona është si të mbrohemi prej sihirit apo sihirbazve, për para se me hymë në këtë, deshta vetëm disa isharete për me tregu se kur e dim që dikush është sihirbaz. Qysh me dit njëve se kush është u marrë me sihir. Njerëz besoni aq shumë janë të preokupuar me këtë tematik, aq shumë kanë probleme, së dija ka 10 ditë, një javë 10 ditë. Ma shkrujti njëna prej jashtit, ma ka shkru kur një teme mesazh më të gjatë s'kom lexu. Kur roman që në telefon vjen qaq mesazh i madh, mesazh, be që të nëllë, sësos ke kur qysh. A emna të prindve, a emna të fmive, a të burrit, a emna të vjehrive, e datat lindjes, qas kanë shkru në tëne të menu se na jemi si kur sihirbazat që i vesim këto data edhe si ofiqaria e komunës merremi me qysh e ka nëna emnin, qysh e ka baba, kur ka lesë, mi po këto, ndoshta po duket pak si komike, këto janë për ishareteve të tyne. Qysh e den që është sihirbaz dikush, për këtyne sendeve e marim vesh. Mas pari, ata që bashkëpunojnë me shejtan, duhet me kuptu një çështje, se ai nuk mundet me bo atë bashkëpunim para nivelin e shejtanit, pa bo kufër, pa i mshu shut islamit, dinit, imanit, besimit, ai nuk mundet me ra në nivelin e tyne. Se atën e ty nuk bëjnë hizmet pa u konë si ata. Që shtot Allahu Teala, lan tarda anke l'jehudu wala nasara, hatta tattabi'a milletahum. Nuk kanë me qenë jahudit dhe krishterë të knaqën me ju, derisa ju nuk e pasoni fen e tyne. Dhe ata është normale që shejtant nuk vjen ty me të bo hizmet, se ta pat bërq ty me arë dhe ku teket ti mi u bo zararë dhe me arë të hama mu në povej. Jo, a i do me të prunë ty në shkallën e vetë, do me të nëzjerë ty prej fes dhe këtë e bën sukses qëmë. Ose të është një Allah në rujt me shky aj flet mushafit Kur'anit e pasene me marë të haret me tu, ose me fshin gjakun e përmushmeve femrore me gjakun e fleq të tyne, apo me e gjujt Kur'anin në përvendet të fleqta, apo me prej kurban me derdh gjakun për hatër të shejtanit e jo për hirt Allahut me i madhru. Ata, në këtë apo në të formë, ata duhet me bë kufrin, e tek pastana me ardh kafirat e shejtanëve, e gjinve, që do të thotë shejtant, edhe mi thonë, tash neve jemi në hizmetin tënd. Bëjrëm shefe
Çka të thu ti, na që tash jemi me ty, se që tash e na bo, jara una e na bo. Që tash jemi të dytë më rrugë për mundze me hek romatizëm në dynjë. Tash jemi gjenem li. E tash na mujmë mi ju bo zarar tjera. Për sheve të në është që ata mundohen në çdo mënyrë me largu njërin prej dinit. Dhe kur shkojnë, zakonisht njerëz që shkojnë të ata, ishe që ata marrin edhe ju shkruajnë hajmali, që i qunë populli, letra të ndryshme, edhe në tëne vizatojnë numra, vizatojnë shkronja, arabishtja, kur në ndodhë, për shumë mi qeli, ishe ka shkronja, pezojmë është fëja, është kaf, është ajn, është rë, jenë ato shkronjat e fillimit të emrat shejtanëve që bashkëpunonej me ata. Për shembull, e ka rakatelin me veti e shkruan R. E ka atë qetrin me veti e shkruan T, e shkruan F. Ai ka ato shkronjat. Edhe i shkruan numrat, shkruan vija të pakuptueshme, se merr vesh çka ka dashur me shkru pentagramin aty ne ka qit yllin, çka ka dashur me qit këtë vi. Qet emna, nuk e din për çfarë arsye i ka qit ata emra. Dhe për shembull hiç pa e njoft njërin të ja lexuaj malin, unë po lexoj disa emra që pi shoh aty ne, o po thot kjo është nusja jeme, kjo është nona jeme, kjo është nona nusës teme, kjo është kunata jeme, kjo vllavi jem, ky. Ti lexo emrat aty këtë pedalin atjene bingo emrat. Si ato kvizet me asociacionet i pjas gjithë këtu, se e ka shkru kret emrat atjene. Prandaj i shkru në emra, pas të ja jep letrat për zonë. Na po dem me tregu se çush e din që ky është, që ky gjingjia, që i thënë vetit hoq, që s'ka lidhe me hoq, po që shta mileti janë që qështu është gjahil. Si ta që diko që përshkru për djatës në qmajt, ose ka shumë mjekër, o hoq o haji kanë mi thonë. Ja hoq, ja haji. Si që mjekër ka shku ku, je haji, që je haji. Me për kjo të regon që për para, hoxhallarët dhe agjilarët kanë shumë mjekër, se janë konsitrumit e drejqit sudit, për shembull, që vës nuk kanë kur gjohë. Për para, kur ka shku njërin haq, u ka di që kur të kthehet e ka lëshu sunetri pejgamberit a.s. ose hoxha e ka lëshu. Bile që aty janë mënu me pasu sunet pejgamberit a.s. po sot as që aty në i sheh njëzë që nuk jeto e pasu këtë sunet të Rasulullahit s.a.s. Pase që ka të bëjnë, të të mere që të hajmali, unë kujtojtë në si fmi, në pas një kojshi, tash më nuk e kam, ka dalë për i malës, kujtojtë si fmi, ja pa të dhanë dikush, dhe që kanë pas një problem, në shpi edhe ja ka dhanë një hajmali, edhe di që disa net e rënd, a i thej ke u shkoqëm të pitë tim. Që po bëni? Mi ka dhanë do letra, ka që ka që letra i djegi me qiri ose me shkreps, edhe i loj, e mase du të me hypë për mi atë letën, tu djeg për mi atë tim, me thith timin. I sharetet lazën kur qëkën dikun, edhe i thot, merë që tu edhe digji, ata të sirët e dëgjën pasën e le ta din këtë qështje, ta dije se aj që ja ka dhonë këtë recept, alikum salam antullah, ta dije se ka qenë gjingji. Dhe me thonë, është u marë me punë të sihirit. Ose i thot, merë këtë letër, majën trup tënde, majën nër sjetëll tënde, majën qafën tënde, majën nër pungjën e flokëve të tua, majën nër shamin tënde, edhe mos u laj një afë. Mos u laj 3 ditë, mos u laj 10 ditë, mos u laj, sa të dënej, mi thonë mos u laj. Qatë dush bën me burnis të përzijet, veç ti mos u laj, dash rritë gjënup, dash qatë dush, pas tërtin, se dorën shejtani. Se vendi ty në kur kem folë për shejtanit, ku kem thonë një prej vendbanimet shejtarëve janë në vetorët, pa pastërtinë e. Andaj, nëse të thotë, mos u laj, kjo është një prej shareteve, se ky është për atyne që bën sihir. Apo i thotë, mera që tëne edhe veqoju prej familjes, prej njerëzve, rri me një dhamë
veçmas, ku s'ka dill, ku s'e kap shumë dilli, ku është pak si hije, ku është pak, edhe disa ditë mos kontakto me njerëz, derisa të kalojë ty që kjo. Zakonisht ata në sihirin me sihir, veç e ndrojnë kallëpin. E ty duket që u lirohet për kësaj, për nënën tjetër të kap virusi tjetër, si ku këto firmat farmaceutike, tu ta hek një smuje këne, ti qesin edhe 7 për mrapa asaj. Që me dhbo pacient kronik në ilaqet e tyne. Po ashtu, këta najherë shkrujnë edhe ajetet Koranit për me ta të lovit, me ta përzi kretë. Nëse ti të ditën thuj që sa shkumës që kjo ma ka përzi që kjo shkuma se të najtë në kështu ose ashtëne, edhe ata ne në qëtë formë veprajnë. Shkrujnë një sharete, shkrujnë shkranja, shkrujnë numra, edhe e qesin dhe një ajet të Kur'anit, zakonisht bëjnë edhe gabime në renditjen e fjalëve, dhe kur i merë edhe i lexon që kanë shkru, janë shpesh herë të i sheh që janë amatera jashtëzakonshëm, që veç kanë bo kopjim se nuk e njeh shkrimin e gjuhës arabe dhe katastrofë din me bëhe dhe gabime të qëllimshme që mos me dal ajeti Kur'anit i plot. Ose ta jep, ata ne e bën në formë të 3 këndshit, hajmalin ose të 4 këndshit, edhe mundet me thonë ose ma me veti, ose shtinë në jastek, ose ma e në prag, kër i bëjnë sharë tjerëve, zakonisht i shtinë për vende ku ata s'mujnë me i gjetë. Janë prag, nër prag, janë nër dyshek, janë nër frigidera, janë nër regala, janë për mi, dika, ku s'ta mërmene, ku ti sun e prejk, edhe sun e gjenë letë, e kur qohën tash për shëngjerës me ly, hoq kena gjetë, mos veqa kena gjetë. Plot më sa në vinë, edhe binë kësi letra të. Edhe është interesant që zakonisht këto puni i bëjnë ata në të cilët vizitojnë në shtëpi. Edhe ti dinë qoshet e shtëpis, edhe ata në vinë edhe ti del në qitë qaja kafe, ata kryjnë punë me shtëpinë tënde. Ose të thotë për shembull merre këtë, edhe shko varrose në filan vendin. Në herët thotë me shkua edhe me e prun një breshk, një lepër, një gjarpër, shko në malë, zeje. Edhe du të me e prej atone. Këto janë ato kurbanat që i bëjnë ata për shejtant e vetë. Është e njëri ka dalë malë, qa për lypë, valla për lypë i bret kotë, sa një 3 copa mi ka lypë. Hoxha. Cili hoxha be? Qa i lypë hoxha, se sot biolog hoxha me bo operacija të me breshka ose bret kotë. Aja gjarpia, zdi qka. Edhe këto sene, ne njetën e përdishme si hoxhallar, shpesh herë ballafaqohemi me njerëz të këtil, të cilët duke mos i ditë se çka të ndodh, për një merë shkojnë edhe bon biologa, profesori biologjisë ka lyp kursja ka von, kur t'ja lyp ai shkon mal e gjen, edhe ja bjerë për me bo shirkun dhe derdhen e gjakut të aty në hajvanatëve për hir të shejtanit. Na herë Allah i na rujt, se irin e shtin vërë. Hajde gjenje ti masnene, ku e ka shtin. E që unë me një gjenaze, e mlojnë edhe ma shkon me varën e ati personat. Zakonisht, për me ditë se është sirbas ata pysin nonën, që interesant, kërkush pyet për mi gjallar, këtë pysin dhe e lartë shiki. Krej ka una nonës lidhan. Emnin thët që ka nona, emnin e nonës, emnin e babës, sirbasa ata në. Tu e ditë se ka mundësi, ky nona vetë më kon pak e zota i ka ndru adresën, nuk lidhen me emët babës, shkojnë edhe lidhen me emën të nonës. Aty, ku e dinë sigurt me qu shejtanin e vetë në adres të sigurt. Ai që ta pyet emnin e nonës, ta dinë se është për sirbasër. Qysh e ki emnin ti, që ka emnin nona, datë lindjet, vendin, sende, edhe në atë formë mundohen me ta bo aty sihirin. Nëse do këtë që po të lexon diçka Kur'an,
po të lexon diçka, një elhame në kuli vallahi, kuli audha, po t'i kënon. Po mas asaj apet diçka, unë do plaka për shembull i kompasi i frynshin për mësynj fëmijëve, edhe në fund e shisha diçka, çapi kënon, s'bën me kallzu se s'del ilaç, ç'në ana. S'bën me kallzu se s'del ilaç, po më kallzo munire ta di, jo as ty s'u të kallzoj tash. Këta janë ata, Allah i na ruaj gjingjit që bashkëpunojnë me gjin. Po monosha plakën me shtime më kallzu, vdiqën e shkun, ka 90 kusur vjet kanë jetu, besa ere kum shtim kallzo bre çka kënosh Allah ile, çato bëj çapi kënon se s'pi marr vesh, kallzon herë. Zbon me kallzu se s'del ilaç, zbon me kallzu. Edhe ato janë, Zoti e di, cilet lloje të kufrit, shirkut, fjalëve që ata i kanë ato lidhjet e tyne të bashkëpunimit. Po ashtu veten nëse është për probleme bashkëshortore, vetë për emrin e gruas, për sende. Nuk ka nevojë, ai që merret me shërim me Kur'an, që e shnosh dikon, s'ka nevojë asnjë emër quaj me vet, as emrin tënd, as emrin e babës tënd, as emrin e nënës tënde, as emrin e gruas tënd, as i ku je, as ku shoh prej ti. Hiç. Nëse do me shëru, lexon Kur'an, Kur'ani e shëron, s'ka nevojë ti emra aty në me majt statistika, emën, bëjemën, qyshje, qyshje, sa, qyshsi. Ato janë vlla kret për ishareteve të këtyne sirbasave. Zakonisht përdorin ujtë gjenazëve. Edhe e keni pa, dalin pa kur fartur për i thëjnë bashkëpunim me shejtana, e marim ujnë e gjenazës, ujë gjenazës me shëriat është i fleqt, është neqis. Dhe në vendin ku la gjenazës kënohet Kurani, se është tamam sikur me hine vetore. Se është vend i fleqt dhe ujë i saj është i fleqt. Pësën e një për shembull, hoxha tu la hoxhanica gjenazën hini një gru mur me shishet vogla mur. Ujë e pasa erdhen ata shtëpis pyetën kush që gruna pyetëm kush që e gru, këta s'pedin, këta të kujtu se është e shtëpis, ata të kujtu se është me hoxhanicën. Po vjen, po mush, po del. Nëse para disa muaj një tjetër më tregon, tha, kem dal në kadek të migja, kem pas gjenaze, dhe akrabaja po del për mas shtëpis, qika po bjerë me syngjer, po mledh ujë gjenazës, po dalin për mas shtëpis, aja për mledh syngjerin edhe për shtrydh, për mas më ravet në sy, andaj të keni kujdes vllazë, se në mas ditëve të gjenazëve, të keni kujdes, jashtë hoxhallarëve të cilët e lajnë gjenazën, e mas miri është vetë me e la gjenazën. S'ki nevojë me pron hoxh. Mas miri është vetë me e la gjenazën. As hoxha me e ditë për mangësitë e prindit tënd, e vladit të afërmit tënd, as me zini, as kërkush, vetë bënë këtë punë. E pas të ne, se lejon të kërkon me hi aty në edhe me mbledh atë ujë. E aty pas të ne, ata në mund me shfrytzu në kafe, mund me shfrytzu në sok, mund me shfrytzu në gjell, të shkan pin, edhe, vallaj, nuk është mirë. Jo ma larkë se sot, për shembull e patëm një telefonat për një vllau të një qytetit tjetër, i cili që 3 ditë kishte vllaun e smund, dhe kishte problem të agresivitetit, me sjell në prinde, me sjell në vllazninje, me sjell anash në dërë të bum, edhe me bën probleme. Alhamdulillah, kishdesh Allah, këshën shku të një hoq, Allah e rujt, edhe tha, pas 40-45 minutave lexim, që është shumë më rëndësi, edhe ata që merren me shërim me Kur'an, t'i kushtojnë kohë leximit Kur'anit, jo për 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta me lshu të smundin. Nuk është kohë mjaftueshme për rukje, për lexim me Kur'an, me çaq kohë të shkurt, me thonë hajtë se vezvese e ka edhe me elan smundin. Ja, minimum, një 45 minuta të mira du të me i lexu Kur'an edhe me i vrejt e reagimet e të smundit, a i cili ka prezentu në herë në kësi në gjlise i din këto reagimet të smundve. Po ashtu, si rëbas në masjem të ujë gjenazës, zakonisht kanë qevë mi majtë durt e lakta. Edhe në përbjet durve të lakta, kur kontaktojnë me njërin që dojnë me i ba shërrin, e prekin me qësi ujë, edhe
ta përcjell virusin tek ti, sidomos nëse je i pambrojtur, prandaj edhe sonte jam për më fol për mbrojtjen prej tyne. E njerëzit duke u largu parimeve të fesë janë bë lehtë të pushtueshëm prej shejtanëve edhe prej sihirbazëve të cilët s'falin namaz, mi po thënë neve kemi fuqit me laqeve, neve me laqet në limajnë, që me të rrok me laqe shuplaka ty, pa namaz, pa kur gjo, ty me laqe po vika me të një mu. Dhe masë në shkruajnë, sa smuje shërejnë ata ne. Me dhejtra smuje, ku t'ja u këshyra aty në qa shërejnë ata, mës vetë qa shërejnë ata. Shërejnë vezveset, sendet që ju kanë hupja u gjojmë. A i gjojnë lazën, se ata bashkëpunin me shejtan. Mujnë me ta gjithë ku i kefshi parët, ku t'kanë hup parët. Me për shpesh herë din ata shejtanat me qu gabimsh haberin, gabim. Edhe me thonë e ki njoni në mdjatë, në qmajt, 1 shtëpi, 2 shtëpi, 3 shtëpia, e është, qështu që edhe këtane quhën tak të grujagjës. Ti e konë që ajo, pasha zotis jem konë, edhe shti fesat. Se knatësia ty në është me fut fesat, ma tepër, për qame, prandaj mos gaboni, me ju besu, apo nëse dini gjahil ka shku të ata, mos gaboni me i leju që ata në me shku me bona i budalaki për hatër të fjalëve të sihirbazve, të cilët zakonisht rrinë gjënuba të papastër, apo marrin edhe me yndyrë të derrit, apo të atyne që janë therë, jo për hir të Allahut. Për shembull, duhet thot vjam të breshkas, gjak të breshkas, më duhet që kjo më duhet që ajo, edhe i prekin të smutin me flicësirë tjetër, dhe në këtë formë e vazhdojnë të keqen tjetër tek i smuti. Që më po vllazën, në këtë zaman të këqive, që e keqja është përhap shumë, e të këqit jenë përhap për stepërmi, çka bën një musliman? Është shumë e rëndësishme që ta ruan besimin. Mas pari, imani, sinqeriteti në lidhjen tënde me Zotin tënd është mbrojtës i mirë që Allahu Teala ty me të ruajt prej shejtanit të mallkum. Po ashtu për kujtimi. Për shembull nëse i ki imanin e fortë, e din se kur gjë nuk mund me të dëmtu ty përveç se atë që e ka shkruar Allahu Teala. Pastaj nuk shkon me e kërku ndihmën prej tyrbeve, edhe sihirbasave. Akiden e mirë ki besimin e mirë. E din se shërimi është vetëm libër të Allahu Teala. Nëse cili mund më u godit me sihir. Edhe unë, edhe ti, edhe secili prej neve, në një moment gafletit mundet me na godit shejtani. Me pas shërimin ku kemi të libri Allahu Teala. Me Kur'an njëri e zgjidh problemin, edhe është shumë interesant ndikimi i Kur'anit, edhe njerëzit që kanë dyshime në besimin e tyre kur e shohin fuqinë e Kur'anit, se si vetëm leximi i Kur'anit për lexuesit Kur'anit, që po i lexon ajetet e caktuara të Kur'anit, i smuti nëse ka gjin e sheh dridhet e tij se si fillon mu dridh shejtani mbrendsinë e atij, se si e ka panika, apo nëse e ka me ushqim sihirin, se si e vjell sihirin, se zakonisht njëri i cili është i smund dhe ka marrë sihirin me ushqim, ka dhimbje në lukth, apo nëse ka sihirin me të shkelme, me të prekme, ka dhimbje në gjoks edhe në kokë, apo dëgjon zona kinë se dikush po e thirë, në herë në bon kredo, ki që dikush më thiri edhe këthejemi mos adin, me njëtë hoqja, hoqë mu dok njoni sot që më thiri, hajte hoqë se ndo këtë kom diqka. Por nëse jetë vazhdushme dhe të përsëritshme, si shpesh dokon po, apo dokon që dikush është mrapa teje, për të përcjell, po dhe në herë dhe tutët njëri, natët i shëtit dhe në 12 natës, mëse hecë ka të suzi, janë në tutësh, ta vici, e këqër. Amo nëse të nejtë, nësë të përkujton se dhe dikush të nejtë me ty, e këtu dalën situata jote. Apo po sheh ëndrat këqia, po sheh gjarping, po sheh varreza, po sheh qenë të zinj, po sheh tura për enaltit poshtë, po të hub koncentrimi gjatë ditës, të ka shtu pesimizmi, po të shkon mendja dhe njëherë me bo keq, me myt vetën, me myt dikon tjetër, e kësi e asi vezvese të këqia, këto i themi këj njëri është
i ngacmuar prej shejtanit apo Allah na rujt, ka mundësi edhe prej sirit. Por po them nëse janë të vazhdueshme. Jo në herë se ai shejtani non stop na ngacmon të gjithëve. Edhe vjen në herë me në njëri keq. Me në keq për babën, e për nonën, e për vllahun, e për evladën, e për shokun, e për hoxhën, e për xhamatin, e sa herë mendimet e këqija janë të shejtanit. Dhe jo për çdo mendim të keq na me dyshuar se na ka ardhur prej sirit, se shejtani është vazhdimisht me ne. Mirë po them, nëse këto të bëhen, kalon suggestionet vazhdueshme, atëherës nuk kemi më të bëjmë me vezvese të përkohshme, por kemi të bëjmë me ndikim të jashtëm. Prandaj dhikrin bën pjesë për ditëshmërisë tonë. Vazhdimisht përkujto Allahun Teala. Vazhdimisht gjuha jote le të jetë e lidhur me Allahun Teala. Po e fillon një punë, bismillah. Po do me punu, po do me dal, i ki lutjen e daljes, lutjen e hymjes në shtëpi, nëse dim këtu. Me tonë thume lutjen e daljes për shtëpisë, se din. Thuma lutjen e hymjes shtëpi, se din. Thuma lutjen e hymjes nevojtore, se din. Thuma lutjen kur der për nevojtorës, se din. Thuma lutjen kur të hin dyshek, se mund më kon gjinin dyshek, se din. Thuma lutjen kur të flan me gruan, se din. Thuma mase hoxh na kanë bë diçka e ta bën, se si i lidh me Allahun Teala. E të bën sulmon. Nëse ti i shkput raportet e tua me Allahun Teala, atëherë të sulmon. Ama nëse jemi Allahin i fortë, çka ka thënë shejtani kur kem folur neve për shejtanin? Çka ka thënë? Unë do të mundohem mi deviju të gjithë bita Ademit, illa ibadak al-mukhlisun, përveç robërve tu të sinqert. Besimtar të sinqert, ata që janë fuqishëm të lidhen vertikale me Zotin e tyre, ata suni preki. Me po të tjerët i fshim. E sot, a jemi shumica të lidhë me Zotin, apo jemi këput me Allahun? Sot jemi disconnect shumica për njerëzve. Jashtë avalve të internetit, që sën hin lidhe, bit hiq, ka dilë që gjithu në përja është të lypë diçka me hin internet, s'ka val. Qashtu jena bo sot, me lutjet tona, i kem shkëput raportet me Allahun Teala, masane kur e lypë, s'ka, se s'jen lidhe me Allahun Teala. Te ne, emni Allahit, shumica e tregtarët e përdorin kur din me bo be rreshën, pasha Allahit, po. Si bjerë men, të në ditën emni Allahit, veç kur do me bo be rreshën. E atëherë, njerëz të tillë, zate s'kan me pas edhe bereqet, s'kan me pas në tregtinë e tyre, pa ma parasysh se ju shtohet pasunia. E çka më thon bereqet? Mja pa hajrin. Se është hajrin as vetas, gruaja vetas, familja vetas, nin rahati. Nëse përkujton Allahun, je i lidh me Allahun, zemra jote është e qetë. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Thot Allahu Teala, vërtet me përkujtimin e Allahut Teala qetësohen zemrat. Kur të përkujton Allahun, kur të bën zikr Allahin, zemra qetësohet. E ke pa është e paspjegueshme se si njëri e nin vetin i qetë kur nin fjalët Allah dhe pejgamberi sa. S'din njëri me spjegu përveç se ajeti i Kuranit e shpjegon. Përkujtimi i Allahut qetëson zemrat, sa ajo zemër ushqim e ka fjalën e Allahut. Sikur trupi që qetësohet, njëri kur s'han, i bie sheqeri dhe fillon më dridh, bile me vëmë tra shumë sheqeri dhe dridhet edhe trupi. Atëherë mjek thojnë ha një bombon ose diçka të amël apo diçka, edhe forco sheqerin në gjak, stabilizohesh. Ku njerëz e sodit me qenë tamam, kur s'fal namaz, saba nuk qohet, drejk s'fal, që një s'fal, aksham jo, jacin jo, e mblume, së është, Kur'an, s'lexon, meselet e dinit i ka livad, veç di me thanë huq, Allah i ka thonë, punë pak ku t'jap shumë, puna është ibadet, do të me punu, se s'narun që tërkush, i kanë mësu do lafë, si papagaj që s'kanë bëjnë kur gja me dine, edhe, kur të thua je musliman, po që si jam bo synet 4 vjeç kër jem kanë huq, edhe me qësi i sharete kujtojnë se jenë bo musliman losën. Edhe tha, që kjo dim, që kjo nuk është dini i muslimanit. Prandaj, Allahu Teala na ka mësu që gjuha janë gjithmonë me qenë e lagt, me dhikr, me përkujtim të Allahut Teala. Kur ta përkujton Zotin, e ke kërku strehimin prej ti, tek aj, atëherë sigurisht se Allahu nuk e lejon me të prek shejtani, me të sulmu, se e lidh me tëne.
Po mirë, a mjafton vetëm me përmendem në Allah? Jo, na ka mësuar pejgamberi alayhis salam çka më bë që Allah më na ruajt prej shejtanit. Për shembull, ka thënë pejgamberi alayhis salam mos i vëni shtëpiat e juaja si varrezat. Çka më bë? Ka thënë shejtani largohet prej shtëpisë në të cilën lexohet sura Al-Baqara. Ai hadithin e transmeton Imam Muslimi. A përvreni hadithin, mos i bëni shtëpiat e juaja la taj'alu buyutakum qubura, mos i bëni shtëpiat e juaja varreza. Çka do të thonë hadithi, mos i bën varras? Dhe me në varras kënohet Kur'an. Ata që po kënojnë ajo çetër mesele, veç në varras, po thot pejgamberi sa nuk kënohet Kur'an. Mos e bëni shtëpinë e juaj, po thot sikur varras. Çka më bëja Rasulullah? Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lexoni surën Al-Baqara se shejtani largohet prej asaj shtëpie ku lexohet sura Al-Baqara. Pastaj po thot pejgamberi alayhis salam në hadith tjetër. Po ashtu e transmeton Imam Muslimi në sajun e tij, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lexoni Kur'an se Kur'ani ka marrë ditë gjykimit si dëshmitar, shefatçi për ata në cili ka lexu Kur'an. Ka marrë Kur'ani mu shëndru ndërmjetësues te Allahu Teala dhe më thon ja Rabbi që ky më ka lexu mu, që ta mos e dënon me xhenem, që ta merr edhe shtije në xhennet. Dita e Kiametit dallojnë veprat, matën, vdekja bëhet sikur kurbani, me thonë shndrohen në trupa fizik. Edhe ka thënë pejgamberi alayhis salam, lexoni Kur'an se në ditë Kiametit Kur'ani juve ju bëhet dëshmitar dhe ndërmjetëson për ju. Dhe lexoni surën Al-Baqara dhe surën Ali Imran, dy surat e para dhe më të gjata të Kur'anit, se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i cili lexon këto dy sure, vin këto dy sure në ditë Kiametit sikur dy re ose sikur dy zogj, edhe e strehojnë dhe e ruajnë lexuesin e saj. Na dillin që kemi në ditë mashirit, 1 apo 2 milë mbi kokat tona, që ka në hadith të pejgamberit alayhis salam. Me pa ai që ka lexuar Kur'an, ai që ka lexuar surën Baqara edhe surën Ali Imran, ati i rrin hije i bëjnë edhe nuk lejon që ky me një trishtimin e ati dillit asaj nxehtësie të madhe që i shtin njerëz mu njerësi disa deri në zog kamës, disa deri në gjuje, disa deri në fyt prej njerëzve të veta. Por ato kanë me bë flllat dhe kanë me bë ky mos mu friksu. Prandaj tha pejgamberi alayhis salam, lexoni surën Baqara se leximi i saj sjell bereqet, e lania e saj sjell humbje, ndërsa sihirbazat tha nuk mojnë asgjë të bëjnë kundër saj. Na shumica prej neve rinis ton nuk dim Kur'an me lexu. Tan ditën rrim Facebook, më mësu norvegjisht, e më mësu suedisht, e më mësu finlandisht, e më mësu kret gjuhët 77.000 gjuhë asaj janë, edhe më mësu kret gjuhët me dal dika me letra për jashta, mirë po shkronin e Koranit se mësojmë. Me të thonë dikush, po lipshin eksperta në Egjipt, kush di me lexu shkronet e hieroglifeve që janë me minja diagrame sene, a kush po vjen se ish rruga 3.000 euro, kandidat sa dal për punë dynjas. Hieroglife, do zëqe, do vija, do piramida, do sende mi po. Po me po me thonë, kush për mësën shkronjat e Kur'anit që janë 28, edhe me lexu surën Al-Baqara, që ajo me trujt prej shejtanit, edhe me qenë dëshmitare dhe shefatçi për ty, ndërmjetësues të Allahut për ty, zven asni i ri me mësu Kur'an. Se na e lypim shpërblimin që aty për që aty. A ka pare, a njët, gjik, si mës njët pareja, ne nuk dojmë. Prandaj edhe jemi bo objekte të lehta për sulm të shejtanëve. Tha pejgamberi sa në hadith tjetër që Sheikh Albani e ka përmend sa i Terghib o Terhib nga Ibn Hibani, dhe i ka thënë sahih li ghayri, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, çdo sende ka kulmin e saj, kulminacionin e saj. E kulminacioni i Kuranit, ka thënë pejgamberi alayhi salam, është sura Al-Baqara. Sura Al-Baqara. Kush e lexon natën, shejtani nuk hyn në atë shtëpi 3 net. Kush e lexon ditën, shejtani nuk hyn në atë shtëpi 3 ditë.
Sidomos për veçart, më në mend këta ne, ata që dojnë mu martu, mësën vllazën me lezu surën Al-Baqara, që 3 ditë në të vinë në të cilën si irbasat sa të dojnë shpitonde, 3 ditë ty sënd prekin shejtant. Vinë, mirë po me laqet e rujnë atë shpinë, edhe ata s'mujnë më u fut në mbrendësin e shtëpisë tënde. Përpara për shembull muslimanët kanë qenë më të rujtëm se sa sot është katastrofë sa probleme kemi me rinin tonë edhe me njerëzit tonë, me putje të raporteve bashkëshortore, se si ndikojnë ata në prishjen e raporteve bashkëshortore, apo njerëzit të cilët i shohin që pak i kanë rregullu punën në biznesin e tyre mundohen me u shkatërru tër biznesin e tyre nëpërmjet sejireve dhe gjanave tjera të ngjashme. Po ashtu lezimi i gjërave më të shkurta trun prej shejtanit. Sura Bakara është diku 49 faqe. Me po bëdën ti me lexu më shkurt edhe më rujt prej shejtanit, a ka mundsi? Ka mundsi. Allahu Teala trun. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që leximi i Ajetul Kursis trun prej shejtanit. Ajetul Kursi çka është? Tespidova. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Deri në fund të ajetit që është ajeti më i madh i Kur'anit. Ajeti më i madh në Kur'an është jo më i gjati, më i madhi është ajeti i Kursis ku flet për madhështinë e Allahut Teala dhe për cilësitë e Allahut Subhanahu wa Taala. Kush e lexon ajetul Kursi ka me qenë në mbrojtjen e Allahut, Allahu që më laqe edhe trun. Për shembull, Ebu Hurajra ka qenë rojtar i pasunisë së zeqatit dhe sadakas. Kur e kanë vënë zeqatin dhe sadakan, kanë marrë edhe e kanë vendosur me një vend. Dhe atë pasuni e kanë lënë një rojtar me rujë që mos vjen dikush me e prek atë pasuni derisa t'ju shpendohet nevojtarëve dhe fukarave. Mirë po, një natë i ka ardhur, Muhamedi sa mi ka thënë Abu Hurajrës mos gabon mi dhon kërkuj. Le të vjen kush të vjen, le të flet çka të flet, le të kërkoje ç'është kërkoje, ti s'ki me e dhon derisa të fillojmë me u shpendo të gjithëve. E drejtësia sociale ka qenë e fuqishme te Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kur ka vjedh një femën dhe është dhënë urdhresa për miu prej dora asaj, kanë ardhur dhe janë mënuar pak si me të njofshëm me pejgamberin alayhi salatu wassalam, mi thonë është e filan fisit, janë fis, dhe me thonë me respekt të lartë mesin e fiseve tjera arabe, është marrë, është kështu, o nërvëzu pejgamberi sallam, vallahi ka thonë, kështu janë shkatru popët që kanë qenë para juve. Kur ka vjedh dikush fisnikun mesin e tyne, apo njës që kanë pas pasuri dhe pozita shoqërinë e tyne, nuk kanë bëj ekzekutimin e tyne. Kur kanë vjedh fukara dhe njës që s'kanë pas pozita shoqërore të larta në mesin e tyne, kanë bëj ekzekutimin ndaj tyne. Allah kështu i ka shkatru popët para juve. E sot, si të djali i një funksionarit, i një deputetit, fshihen me video inqizime, largohen me prokuror, largohen të gjithë, kërkuj zgudzon me e prejkë se o djali i filonit. E nësa Muhamedi sa më ka thënë, vallahi, Fatimja, bia Muhamedit me qenë, ja pres dorën. Kjo ligje Allah, s'ka ligj të Allahit hatër. Jo ke që ky, ose ke që ky. Jo ke hoxha, ose ke djali hoxhës, ose baba i hoxhës, ose vlla i hoxhës, ose djali kryetarit, ose djali deputetit, ose deputeti, ose kryetari. Ke prek, ke shkel në ligji është i njëjtë dhe i barabartë për të gjithë, pa përjashtim dhe pa e shiqu pozitën e tij. Andaj tamam me nësa mos gabo me i dhonë dikujt diçka për kësaj pasurie. Mirë po, erdhë shejtani në formë të njeriut dhe ju anku shumë muslimant me zemër të butë edhe ju dhimt edhe tha a diçka. Jepi bese gjuna i dha atë natë. Dhe në namaz sabat i kalzej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qëre nesër ka me tarë që kjo pet. Veç mos gabon mi dhanë. Dhe nesër në mënë për një me i erdhë shejtani.
Dhe i kallzoi Resulullah sallallahu alaihi wasallam përsëri tha valla be më kallzoi që ka fëmijë, ka gjenën e rënde, këta tani smujta ja dash. Tha ma vesa ma 5 kametar, jo nesër po sot, se sa vaj kallzoi që i thëke sot 5 kametar. Po mos gabon mi dhon. Kur erdhi natën e tretë, i tha Borejre sun t'jap, se pejgamberi sa ma ka ndalu edhe ti që am tha prom s'ko më ardh, po, edhe dje prom am tha s'ko më ardh, po. Pse po vjen atë ti që tash? Ai shejtan ai. E po vjen se shejtani ku ka fjalë, dhe ke pa mjeshtrit të një zanatlit, shko për çka të shkësh, non stop ai po më rëqysh se vin kisme, po, vi kam një punë, me njëre vin, pritet ti. Vjen të ti të zë shpinë, punon 2 ditë, shkon e kap shpinë e 2, shkon edhe atje 2 ditë, punon, shkon e kap shpinë e 3 shpija me një zaman punon. Edhe ti sun shkon mjeshtrin e 2 me ti. Ta le makinën qelë, e pret, që atane zban kur shpi masën e mjeshtrit, pse janë rëndësana. Janë pisa që rrajnë. E kur të rrajnë, zotit të thënë qafën. Në Kosovë, importi i këfasacit është diku 18 herë më i lartë se sa nevoja sa hajmë bukë. Kjo të regon se këfasaci, tharmi bukës përdoret 18 herë më tepër se sa doza e rejume që është kancerogen. Qëtë vitamina, vitamin C, e farmakuzin është veç për ta po prodhon vitamin C. Qëtë që ka që buka, Qëtë që bopave, si pëftovën vjumë. Që në këto mashtrime, dha. E qikat për mashtrejnë, shko kjepu, bën me beqarka, e së për të mashtrejnë që bapa. E masnane, e vëlla si kena pun të mirë. Ka mos vëllazën, ka hy mashtrimi, edhe shejtani që të punë e bën. Dhe që ka thot, kjo thot mod natën e të sjap. Mjep, ja dhe. Atëri thot qëre, si të mjep, ku me të mësu diçka që shmurujt për e shejtanit. Normal, njëri kur ta nin këtë lap, e po hajt hec pra dhe një për t'jap, që shmurujt, thot kush e kënon ajetul kursin, gjdo natë, Allahi e runë, shejtani së në afrotë. Edhe shkon i kallzon pejgamberit alayhis salam sabah, thot ja Rasulullah kështu, thot pejgamberi alayhis salam, sadaqaka wa huwa kadhub, të ka tregu të vërtetën edhe pse rrëncan. A di ka ke pas mysafiri ka thot që 3 ditë, ka pas, ka thonë ke pas mysafir shejtanin që 3 ditë Allahu Teala e ka dërgu shejtanin në formë të njerëzit për me mësu ummetin tim çysh më ruajt për sherrit ti. Allahu kur e ka shtrëngu shejtanin, edhe i ka thënë shko, edhe tregoj çysh më ruajt prej teje, s'ka pas çare pa vepruar njëjtën çështje ashtu siç është urnu prej Allahu Teala dhe ka shko ka mësu. Kjo njerë, herën e dytë ka bëu vaki, ka bëu edhe njerë vaki. Tregon sahabia një hadith tjetër që po ashtu Sheikh Albani thot që është hadith sahih, Ibn Hibani po ashtu në Mejmu Zawaid është ky hadith. Thot më hupshin hurmat, dikush po mi ha hurmat. Po ka thënë sahabia. Që kjo hadith me rëndësi me ditë në herë po të hupin parat, quhi gjym tash me shanusën, konatin, fëmit, vjerrit. Sot njëre kom harru, bëva ki dikaj kom lanë, mase kur i lanë teshat, mase ku ka prish 50 euro në gjepin e vogël për base, pas kom pase, kom fshet që tu, sa fesati ka kriz. Po qa kom nis valla mu radaka pak, po para vaktit, ti vetin që i radaka, mos shkojmë ju gjujt njëzve në qafë. Po në hera ka mundësi me ta marë, shejtani ka mundësi ta marë, në herë ta fluturon, kretë altën të fluturon. Ta marë kretë, edhe të bënë fesat, 700.000 fesatit i bënë. Thot, hurmat hupshin. Edhe thot, nejta një natë, me nejtë me këqyrë. Edhe me këqyrë, kush po vjedh këto nëmë. Edhe po pres, ta që po vjedh një hajvan. Qofshet ndëru. Mirë po tha, ishte hajvan me kimet të qenit, por ftyrën e kishte insan. Edhe natë, terë, sa në të e kalëzu se në mos vetë, ma. Inshallah flini ta mamë. Veç po ju kalëzu që shmërujt për këtujnë e vlazën. Edhe i thot, qa me bo, thot, që po ndo këtë veti, sikur plakat që na kalëzu që kërimi kontë veti, i shkon nuna, e preke, me kocë dvdekmit e unë gjallë e sende, që ashtu për një veti si ato plakat që kalëzëshin ma betë. Me po këtojnë hadithe, pejgamberit alayhis salam dhe ndodhit zërët ka ndodhë bak të Resulullah sallallahu alaihi wasallam.
thot, i dhash selam, edhe ma mush selamin. Selam aleikum i ka thot natën, terë. Se peshe si kur djalosh, mirë po dhe si hajvan. Herë pa e si hajvan, herë pa e si insan, edhe terë, i thash a je gjin, a je njeri. A je gjin, a je insan. Që jeti? Tha, jam gjin. Thash, ama dorën të këqyri. Tha, ma zati dorën, dhe ja pash dorën, thot, që ishte si kur dora e qenit qofshin të rum dhe me kime. E mora vesh, thash vetë me vete, për një me koka gjin. I thash, qysh, a jeti që kuj që po vjen edhe po vjen, pa po që kuj e mëne. Për shka po vjen me vjen? Qka po të shti me vjen? Tash po zezatët a i, shejtani për thot, po kom një që ki marak me dhonë sadak, e thash hajt edhe unë të vinë, të mari sadak prej te. I tha, qka naru neve prej teje, prej juve, shejtanve, qysh mujmë na mu rrujt prej juve? Tha, nëse e lexoni ajetul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum deri në fund, Allahu juve kam jurujt deri në sabah. Nëse lexon akşam, kur të bie muzgu, atëherë Allahu Taala juru. Thotë shkova i kallzova babës, baba shkoi namaz sabahit i kallzoi Muhamedi alayhis salam dhe tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i prishti e ka folë të vërtetën. Aja kon shejtani, por Allahu Taala e ka dërgu që me tregu të vërtetën. Ushqimet vllazër mos i lini qelë në shtëpiat e juaja. Për shembull gjella ka met, djathi ka met, turshia ka met, buka ka met. Mlëni me kapak. Se ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kjo i mledh shejtant, është ushqim për ta. Kapakin sune hek. Alhamdulillah, Allah se u ka bën nasip me nqu kapakin. E të ne i lajnë ushqimin, që e pasane valla usmuna, zi qabo, ka mundësi që në përmjet ushqimit që e ke lanë, po ashtu, kam su Muhamedi alayhis salam, kur të hapët goja, me mbyll gojen, që mos me të sulmu, mos me të hinë shejtani, mrenda. Po të hapët goja, për shembull, i që pa i thonë, mjeku hapet i këshyri krajnik, t'ja she t'i prektu, t'ja she krajnik. Po do të me mshel gojen. Ose që ka thonë Muhamedi alayhis salam, me luftu, mos e hap gojen, lufto. Mos e le, me të hap gojen. Gjithë se si, mundohën me luftu, mos me të hapën. Nëse të hapët, po të mund, ku lezova një ulëm tim e lezova, që hapja gojes ish virus, hesapi. Ku pianis ke njëri mjë hap, këtë pjo hap ke goja masën. Sigur të keshme, kur nis njëri me kesh, që këtë pa keshme masën, mas ati. Bile lezova me një vend edhe mu koni trash njëri, këtë po trashe mas ti. Por një me lezova, se pjo keshat juve, thë i ke trashen mas ti, se mësohën me nivelin e këti me hongër e sëndë, të me nejtu në me të një zaif, mu mësu mu zaif tu, vazë. Po ashtu, nëse i lezon dy ajetet e funit surës Bakara, që lezum në masat, amen ar-rasulu bima unzile i lehi min rabbi i wal muminun, dhe në fund. Nëse i lezon dy ajetet e funit të surës al-Bakara, ka thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kafatahu i mjaftojnë ati që Allahi me erujt për sharrit të gjinve edhe shejtanve. Jo çdo herë njëri sulmohet për shejtanve. Sulmohet edhe për gjinve. Edhe gjini ka mundësi në herë me të sulmu. Sigur njëri, jo çdo herë qafirit bën zullum të arras shoplak, në herë edhe gjematin me të veti rrinë, në herë edhe huqja e ras në janë. Ose kontra, po bje fjala. Do me thonë, edhe musliman në herë ka mundësi me u bo konflikte me vete, po si në qafira. Edhe kjo punë. Edhe gjini, musliman ka mundësi me bo zullum. Shamallo, shku ky edhe për e qetë ujin, për femnat blem kjo, uji val nuk qitet në gjdo vend në bërë. Shkon kanalizim, bën dua të hinë në vetore, bismillah, mrip strejmë të Allah Ta'ala dhe qitet. Se me bo me gjujtë, sidomos ku ka vendet trosha, ku ata ushqehen, ku eshnat e mishit janë aty nëse, ku janë troshet e sënda, atëherë ka mundësi tje. Që du i në valë, e djek, e vajtë hakmerët pasën e të hinë
në trupin tënd. Andaj keni kujdes në çdo sjellje e juaj se ka mundësi me qenë musliman, po të hakmerret edhe të futet në trupin tënd. Andaj kush natën e lexon dy ajetet e fundit ka thënë pejgamberi sa surës Bakara, atij i mjaftojnë hadithet e Buhariut dhe Muslimi. Po ashtu kush e lexon surën Al-Ikhlas, Al-Falak edhe surat An-Nas. Kush e lexon kul huwallahi, kul a'udhu birabbil falak edhe kul a'udhu birabbin nas. Këto inshallah e ruajnë, sikur që Imam Tirmidhiu në Sunen e tij tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë Abu Said al-Khudri vazhdimisht kërkon të strehim të Allahu Teala prej gjinve edhe prej mësynshit të njerëzve, por kur zbritën surat Al-Falak edhe surat An-Nas, atër pejgamberi sa mi lexoi ke ato për me kërku strehim tek Allahu Teala prej shejtanit të mallkum. Andaj thot pejgamberi sallam, kur zgjohesh, i ka thënë sahabis Abdullah ibn Habibit, i ka thënë kur zgjohesh sabah, edhe kur bëhet akşam, lexo 4 herë kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas deri në fund. 3 herë sabah, deri në akşam Allah e trun për shejtanit. Në akşam kur të bëhet lexo 3 herë, Allah e trun prej shejtanit. Do të thotë kul huwallahu ahad, Allahu sabat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, pastaj kul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq deri në fund, kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas deri në fund. Ty me lejen Allahu Teala, Allahi ka me të mbrojt në sabah mos e harro, mas namazit sabahut 3 herë lexo, po ashtu natë. Edhe natë kur vjen me flajt, gjithashtu këto 3 surat, Muhamedi ai sa më ka pas adet, i merr ke kështu shublakët e durve përpara dhe me majtë e gjuhës e frynte masi ka knu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, kul huwallahu, kul huwallahu falaq, kul a'udhu birabbin nas, ka fryn dhe ka prek trupin kret përpara edhe për mrapa ku të mrrin durt, mu farku. Dhe edhe një herë lexon. Kul huwallahu, kul huwallahu falaq, kul a'udhu birabbin nas, e pshtyn e prek 3 herë me lejen Allahu Teala ti je i mbrojtën prej sulmit të gjinve edhe shejtanëve. Edhe kur mo film horror në gjumë mo nuk shem. Unë kom harru për vetën, zdi kur kom pa, alhamdulillah. Diçka të keqen na, andër. Na herë të banë vaki për shumë për lodhjes madhe. Alati pa janis me lexuar Ajetul Kursin, duan e sënë, dojnë me të hyme një herë andrat të këqia, me të kap vezvese e sënë, por me leximin e tyne, alhamdulillah, të largohen. Edhe mos ka ankthim ka ardh, më ka bo zjaret, valla burri se kom pas prome, ka ardh ankthi, më ka kap për fyti, e kalzëshin plakat, le një parteshat burrit aty në nga dysheket, e sa në kom e di cila kuq ka aty në ka lujt bisht, edhe hajt le mëse në do teshat burrit, mos vjena i jaroni edhe një herë në të kujtoje që e ka burrin kjo aty në afer. Me kësisana nuk largohen, ato janë sulmet e gjenve. E Allah ka arë një janë me kapuq, zi kopja kapuqin se bosh pasanik. Masala. Popull gjajil, që gjështu në kalzën pralla, në gjitja kapuqit të ati, se dalin lirat e altanit prej ati frajeret. Që pas ka në të jenë gjenë. Edhe më me një herë në atë sulm, me lezu Ajetul Kursin, ose me thire zanin, se shejtani largohet, dhe inshallah me lejnë Allah Teala, shpëton për ati sulmit. Po ashtu, lezo 100 herë, mas namazit sabat. E ke pa me zinjë, masit i krynë të spet që thot, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lehul mulku, wa lehul hamdu, wa ala kulli shay'in qadir. 100 herë. Nëse e lezon këtë dua, këtë lutje, me lejen Allahu Teala ti do t'jesh i mbrojt. Pre qkaj, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e lexon 100 herë këtone gjatë ditës, Allahu Teala ta jep sevapi sikur mi pas liru 10 robër. 10 robër mi pas liru. Ty ta jep Allahu Teala sevapin, e dyta të shkruan 100 sevape, të fshin 100 gjunahe. Dhe, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai ka me qenë i rujtën prej shejtanit deri në akşam.
Dhe kur kush nuk është më i mirë se ai në vepra të mira, përveç se ai i cili ka knu më shumë se ky çto llafe. Nuk e lidh domethënë me 100. I ke knu mas namazit sabat këtu, elhamdulillah jene në mbrojtjen e Allahu Teala për shejtanin. Shejtani a dit në kufër ty son të shte. Gasmimet e vogla janë të vazhdueshme vllazën. Mos më nota që kon knu këta në edhe tash unë e mo flajt dot se mos më nej keq për kërkon. Jo, vjen non stop me ty. Jo ti mos më nota që tash flet dot edhe mo rahat jam sot për kërkon s'kam më menu mirë. Si ta vëna pak gruja gjellën që sa bërtimen qëti me bërtim. O, thibre, ku jebe ti farën ty e nonën e tezën e kretë 7 fise që ka të jasha që vënu pakës. E kom fjallën, nuk të sëlmën për me qitë në kufër e në shirkë, apo Allah i në rujtë për me të hy në trupin në tëndë. Saj edhe futet në trup, sidomos momentet kur jeti i dopt, kur unë i ytë është i dobet, momentet e gzimit, momentet e epshit, apo momentet e idhrimit madh. Kur ti e idhnum shumë, unë nuk është në kontrolin tënd. Ti se ki në kontroll shumë vetë. Në ato momente ti mush me gjujt thike, mush me gjujt gure, mush me mshue, me bo, edhe me myt njëri në mase bot, pishman. Në ato momente, kur mas pak ti ki kontroll vetën tënde, shejtani sulmon. Ose kur je shumë i gzushëm, tu kesh, ose kur je shumë i idhnushëm, ose sikur që tash kur të hapët goja, ose kur është në epshe të haramet e sënë, atëherë du të me pas kujdes që mos me e lën vetin pa kontrol. Muhamedi alayhis salam kur s'ka kesh me zë të madh pa kontrol. Po gjithmonë ka qenë buzëqeshje që jenë kanë pa dhe mballat e përparshme, por zoni i madh nuk i ka dëgju, sikur kur i shohësh të na tash si të bëhet vera, në përkohë qëto unë ndilën, si t'ja nisin, minqu, ajtë bërtim në një gjys, ku i gjonë gjallë të vica mi kalzua, ma betë, për gjdo sent keshen. Për gjdo sent, kanë me kesh, subhanallah, në pra të topime, dhe e fundit, për sonte, do t'ishte, po ashtu Muhamedi alayhis salam na ka mësu me përdor hurma të llojit të veçantë që quhet tamar ajwa. Ajwa janë hurma të Medines, që shiten, po të haqit edhe të umrës, mi thonë aty në kini hurma ajwa, ka thot Muhamedi alayhis salam, kush i han 7 hurma të Medines ajwa, në sabah, atë ditë inshallah nuk e dëmton sihiri edhe helmi. Ibn Qayyim al-Jauzi ka tregu se ulemash kanë ndërlidh pak edhe me vendin Medinën, nëse i ndodh diçka, nuk i ndodh, disa kanë thënë mundet edhe jashta Medinës, Allahu Teala nëse i ha këto hurmat me rut prej sulmeve të sihirit edhe të shejtanit. Mi po thash është hurm e veçantë e cila është në Medinë, edhe kisha me propozu që çdo njëri, sikur që e thash që do më martu, dikush që shkon në umra ose shkon në haxh, me porosit që me t'i pru, bile spaku me hangër që të ditë kur je i martuar 7 gruaja, se dha ato në të me vonë ty me të rujt, zoti e grunë mos me të rujt, kahër të banë mësë në shpi. Sikur që shohim probleme, që ta ma po do me hi në shpi bërtet, zdu me hi këtu mranda, tash a e ka fora, a e ka për një me, zakonisht për një me, këto sulme të gjinve. Ne për njësa për du me thonë, që tash pëse pifolim neve këtu, që është murujt, për sa mos më hajteni ma sana hoxha kom qëtë probleme, me këtu se unë i zhidi këto probleme. Se masana me një ere, mas i hoxha foli për qëto meselit dhe mek po merë vesh këtu edhe, hoxha kena një problem, sun po mirën vesh me gru, ta shatë bëjën e të. Mos më hajteni mu masana me një ere, edhe me thonë të folim me hoxhën, mos për në e zhjith qëtë problem. Mirë po, shkoni, Allah e në rujtë, si t'ju ka spërvu Allah Ta'ala, ka mundësi dikush më ju lexu Kur'an, me pa i lexuesi Kur'anit, do të me qenë namazli, jo si cili me thonë, unë po shëraj, a i frajeri i rru, nuk o pasu si sunetit, a i frajeri nuk fal namaz, a i frajeri shkon në vendet haramit, ngon muzik, rri me femna, u t'ja këqyrë Facebookin i ka 700.000 shoqe atjene se cila mama ne kënë këse qetra, tu i këqyrë atjene 700.000 Kim Kardashian, s'di që ka ajo, mas, jo Allah po shëran këj frajeri, jo, prej ty në larg, atë në dhe gjalla që mashtrojnë popullin. Prandaj,
shërimi është shumë i lehtë me lejen e Allahu Teala, por sikur që thash, nëse i lexohet Kur'ani, po mos më ardh situata deri te smuja që më të sulmu shejtant, atëherë është mirë t'ju përmbahemi këtyne rregullave që i përmendëm, që me i lexu. Por në herë ndodh që njëri thot pi lexoj dua të hoq, po petu sulmova. Pse? Kur i them lexo Ayatul Kursin, katastrofë më lexo. Ky kujton se pedim, po se kam mësu mirë. Apo drejt shqiptimin se ka të mirë, prandaj thash është e nevojshme mësimi i shkronjave gjuhës arabe, mësimi i shkronjave të Kur'anit, që me lexu ashtu siç Zoti, siç Allahu Teala i ka zbrit për njerëzimin në originalin e saj. Allah ju shpërbleft. Allah ju ruajt prej të këqijave ya Rabbi. Allahu Teala ju ruajt prej shejtanit, cytjeve, mashtrimeve dhe sulmeve të tija. Allah na ruajt gjithëve prej shejtanit, neve dhe pasardhësit tonë. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله